tjetër risi që vjen prapë nga kjo forcë e re që ne kemi krijuar këtu dhe që e falenderoj përsëri shefin e shtabit, jam shumë mirënjohës sepse i ka marrë me shumë seriozitet dhe disa detyra të cilat kanë qenë si shfaqjet huaja për shefat e shtabeve. Nuk kam gjë këtu me paraardhësin se e kemi mik, por e kam me faktin që edhe ne vetë kemi qenë më pak të ditur edhe mbase edhe jo mjaftueshmërisht të guximshëm. Dhe këtu e kam fjalën për bazën e re të logjistikës që do të jetë një kompani e ushtrisë shqiptare në shërbim të gjithë bashkive, një kompani e infrastrukturës e cila do të bëj mirëmbajtje, e cila do të bëj ndërhyrje që lidhen me infrastrukturën e kanaleve, me infrastrukturën e kanaleve ujitës, vaditës, rrugëve rurale, e kështu me radhë, do të jetë patjetër në funksion të emergjencave, por kur nuk do të ketë emergjencë, do të jetë vazhdimisht në funksion të pushtetit vendor. Kjo është një gjë e jashtëzakonshme. Dhe gjëja tjetër e jashtëzakonshme është hapja më në fund e Ministrisë Mbrojtjes edhe për turizmin, për të krijuar atë që e kanë të gjitha ushtritë e NATO-s përveç nesh. Të gjitha ushtritë e NATO-s që janë në vende turistike, në shtete me turizëm, kanë dhe komponentin e vënies në dispozicion të aseteve të tyre për turizmin. Dhe këtë gjë, dhe nga kjo gjë përsëri forcat e armatosura marrin pjesën e tyre. Kështu që këto partneritete janë rruga jonë e re, do të bëjmë partneritete të tilla në vazhdim në të gjitha fushat, ku ka ardhur koha që shteti të jetë partner, ku ka ardhur koha që kapacitetet shtetërore të vijnë në dispozicion të jo vetëm shërbimit, por edhe të fitimit, për të marrë mbrapsh të ardhura në arkën e shtetit, të cilat riinvestohen po në funksion të qytetarit. Shumë faleminderit gjithëve, është vërtet një ditë shumë e bukur.